Horoskopi ditor, e shtunë, 21 Mars 2026. Dashi. Harmonia e sotme midis Marsit, sondimtarit tuaj planetar, dhe Jupiterit mund të tregoj lidhje të suksesshme, të dashur dash, si dhe veprime afirmative që çojnë në përmirësime këtë javë. Po filloni të ndiheni shumë më të sigurt dhe entuziast. Energji e konsiderueshme është në dispozicionin tuaj për projekte personale, aktivitete që lidhen me shtëpinë ose familjen dhe aktivitete brapa skenave. Mund të zgjidhni të ndihmoni dikë, të bëni një vepër të mirë, të arrini diçka të rëndësishme me familjen ose të dashurit tuaj, ose të punoni në një projekt shtëpie. Ndjenjat për diçka nga e kaluara juaj mund të jenë një forcë shtytëse për të bërë ndryshime. Mund të jetë një kohë për të parë rrugën përtej një pengese që dikur mendonit se ishte e pakapërcyeshme. Energjia false, e butë dhe e lumtur është me ju në lidhje me të tjerët, dhe një ngjarje që ndodh tani sjell ndjenja të së kaluarës. Demi. Je në një pozicion të shkëlqyer për të lidhur me të tjerët në mënyra fuqizuese sot, i dashur Dem. Mund të krijohen lidhje që janë vërtet të dobishme dhe të dobishme për ty Marsi, i cili aktualisht po kalon në sektorin tënd të rrjedhëzimit, harmonizohet me Jupiterin në zonën tënde të komunikimit, duke i lidhur këto çështje në mënyra krijuese, sipërmarrëse dhe të suksesshme. Këto ndikime e bëjnë këtë një kohë të shkëlqyer për të krijuar kontakte. Mund të shfaqen mundësi për projekte ose lidhje të reja, dhe ti po i bën ato realitet duke ndjekur në mënyrë aktive drejtime. Mund të ndihesh i frymëzuar në mënyrë unike. Në të vërtetë, aftësia jote për të koordinuar të shërben mirë dhe ka të ngjarë të ndihesh më optimist se sa ke qenë prej kohësh. Kthesa përpara e Mërkurit në sektorin tënd shoqëror dje premtoi më shumë qartësi dhe mirëkuptim me miq. Sot, ky aspekt Mars Jupiter të mbush me entuziazëm. Mund të ndihesh veçanërisht i frymëzuar dhe i interesuar për të vënë në lëvizje një ide ose plan. Binjakët. Marsi në krye të tabelës suaj tregon energji dhe ambicie shtesë për të arritur qëllimet tuaja dhe për të përparuar këto ditë, të dashur binjak. Marsi harmonizohet me Jupiterin në sektorin tuaj të burimeve sot, gjë që mund të frymëzoj anën tuaj sipërmarrëse këtë javë. Në vend të kësaj mund të jeni jashtëzakonisht të shkathët në punën tuaj, duke u mbështetur në talentet tuaja për të bërë që gjërat të ndodhin. Kjo energji inkurajon një dëshirë për të ndjerë i lidhur dhe i energjizuar nga bota përreth jush. Mund të merrni fuqi dhe motivim nga eksplorimi i metodave ose lëndëve të reja. Mund të ketë një nxitje të mirë nga një person që mund t'ju ndihmojë të arrini qëllimet tuaja, por për pjesën më të madhe, ju jeni ai që po i bën gjërat të ndodhin në mënyrë aktive tani. Është një kohë e fortë për karrierën dhe çështjet praktike në përgjithësi, pasi jeni veçanërisht të gatshëm të merrni kontrollin dhe të shkoni pas asaj që dëshironi. Projektet bashkohen pothuajse magjikisht. Mundësit lindin në lidhje me përpjekjet që lidhen me punën dhe karrierën, reputacionin ose statusin tuaj. Mund të jetë një kohë për një rritje në popularitet ose për të fituar një avantazh në biznes ose në karrierën tuaj. Me Merkurin tani në drejtim, ndiheni më entuziast. Gaforia. Marsi harmonizohet me Jupiterin në shenjën tuaj sot, i dashur gafore, dhe po kërkoni të dilni nga forma ose rutina përmes asaj që mësoni, asaj që bëni ose vendit ku shkoni. Jeni të guximshëm dhe të motivuar për të provuar gjëra të reja, dhe vetbesimi juaj i shtuar mund të çojë në mundësi të mira tani. Energjia është e lartë dhe doni të merrni pjesë në aktivitete që ju shtyjnë jashtë rutinës suaj të zakonshme. Planet që lidhen me udhëtimin, arsimin ose botimet mund të shkojnë mirë tani. Keni një vizion të zgjeruar të asaj që dëshironi të përjetoni ose të arrini në të ardhmen, duke e bërë këtë një kohë të mirë për të vendosur qëllime, megjithse detajet praktike do të kenë nevojë për vëmendjen tuaj më vonë. Keni energjinë për t'i kushtuar qëllimeve dhe ideve tuaja. Plus, zgjerimi i njohurive tuaja ose hapja e vetes ndaj përvojave të reja mund t'ju ndihmojë të ndjeni se po zhvilloheni si person. Po i tërheqni të tjerët kryesisht përmes ideve dhe besimeve tuaja ose pikpamjes dhe stilit tuaj unik, dhe vlerësimi ndihet mirë dhe përforcues. Luani. Harmonia midis Marsit dhe Jupiterit sot mund t'ju mbush me guxim të brendshëm tani, i dashur Luan. Mund ta çoni një marrëdhënie intime në një nivel të ri ose të zbuloni diçka të fuqishme për veten tuaj. Është një kohë e shkëlqyer për mbështetje, qoftë emocionale, mendore apo financiare. Ju jeni jashtëzakonisht të shkathët dhe dëshira juaj për t'u përmirësuar, për t'u rritur dhe për të kapërcyer pengesat është e madhe.
Kjo mund të jetë një kohë për të korrur shpërblimet e veprimeve të kaluara ose për të ndërmarrë hapa për të lënë pas një problem. Nëse keni pasur në mendje një ndryshim në stilin e jetës, mund të dalin plane për ta filluar atë. Mund të jetë gjithashtu një kohë e shkëlqyer për zgjidhjen e konflikteve me të tjerët. Objektivat personale që janë vendosur për t'ju fuqizuar mund të jenë në fokus. Me besimin se meritoni më shumë, suksesi duket i afërt. Dëshira për të fituar mund t'ju shtyjë të bëni përmirësime. Virgjëresha. Me një trigon Mars Jupiter sot, Virgjëresha e dashur, puna në grup mund të jetë e ardhur tani. Ju i tërheqni të tjerët drejt jush me sinqeritetin dhe vetë besimin tuaj. Mundësitë për të avancuar ose për të arritur qëllimet tuaja duket se lindin përmes marrëdhënieve dhe kontakteve tani, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të shoqëruar dhe për t'u lidhur. Është një kohë e shkëlqyer për të hedhur themelet për promovim dhe rrjedhim, ose për të ndërmarrë hapa për të lënë pas një problem. Njerëzit në jetën tuaj po ju inkurajojnë, ose marrëdhënia juaj me dikë është një motivues për trajtimin e një problemi. Ana juaj shpikse dhe sipërmarrëse është aktive sot dhe ndihet mirë. Lidhja me një partner ose bashkimi për të prodhuar diçka të veçantë favorizohet sot. Jeni të pozicionuar mirë për të bashkëpunuar dhe për të zgjidhur problemet. Peshorja. Energjitë për punë dhe çështje praktike janë veçanërisht fuqizuese për ju tani, të dashur peshore. Marsi në sektorin tuaj të punës, shëndetit dhe zakoneve harmonizohet me Jupiterin në krye të tabelës suaj diellore dhe ju doni t'i bëni gjërat të ndodhin. Me këtë energji sipërmarrëse, veprimet mund të hapin mundësi fantastike për të përmirësuar punën tuaj, për të bërë punën që doni ose për të çuar përpara një qëllim të madh. Mund të jeni duke kërkuar dhe duke gjetur më shumë kuptim në punën që bëni ose shërbimet që ofroni. Nivelet e energjisë dhe motivimit rriten ndjeshëm. Mund të ndjeni të entuziazmuar për të ndjekur programe shëndetësore ose fitnesi ose të energjizuar për të përmirësuar zakonet dhe rutinat tuaja të përditshme. Fuqitë tuaja të bindjes janë gjithashtu të forta. Mund të fitoni një avantazh me një ndjenjë të vërtetë për atë që duan të tjerët, së bashku me besimin tuaj në atë që po bëni. Është koha për të fituar një avantazh dhe ndihet shkëlqyeshëm. Akrepi. Merkuri sapo ka përfunduar lëvizjen e tij retrograde, i dashur Akrep, duke ndihmuar në çlirimin e informacionit. Sot, Marsi dhe Jupiteri po harmonizohen dhe mund të shfaqen mundësi për të shprehur në mënyra të reja dhe të kënaqshme, për të bërë kreativ, për të krijuar lidhje argëtuese, për të mësuar gjëra të reja ose edhe për të dashuruar. Ndiheni më të guximshëm dhe të gatshëm të provoni gjëra të reja. Mund të keni një hobi ose interes të ri personal emocionues dhe po kërkoni të freskoni mendjen tuaj me mundësi të reja. Ndërmarrja e hapave për të çliruar nga një situatë ose problem dobësues mund të jetë shumë e rëndësishme tani dhe ndihet mirë. Lëngjet krijuese po rrjedhin dhe energjia romantike është e fortë. Magnetizmi juaj personal po rritet ndjeshëm së bashku me vetbesimin tuaj në rritje. Ndjekjet shprehëse dhe krijuese janë në favor veçanërisht të mirë. Mund të fitoni një avantazh në një përpjekje romantike, të gjallë ose krijuese. Shigjetari. Çështjet personale, financiare ose shtëpiake mund të jenë veçanërisht të dobishme dhe të frytshme tani, i dashur shigjetar. Jo vetëm që Merkuri ka përfunduar retrogradën e tij, por trini i sotëm Mars Jupiter ndez entuziazmin tuaj. Mbështetja në nivele mendore, fizike, ekonomike ose shpirtërore mund të vijë, pavarësisht nëse po e jepni apo po e merrni. Mund të ketë një intensitet ose aktivitet të këndshëm në një marrëdhënie intime dhe ndoshta në projektet shtëpiake. Mund të jeni duke eksploruar mënyra të reja për t'u lidhur me të dashurit. Jeni më të sigurt dhe të guximshëm për arritjen e rezultateve dhe ky qëndrim rrit ndjeshëm shanset tuaja për sukses. Përgjigjet ndaj veprimeve, planeve dhe ideve tuaja janë të favorshme dhe të ngrohta. Mund të keni një mundësi për të ndërmarrë veprime për një çështje personale ose familjare sot. Jo vetëm që po i qaseni problemeve me guxim dhe depërtim të madh, por gjithashtu keni mjetet për të bërë diçka për to, jo vetëm të flisni për to. Bricjapi. Merkuri sapo ka përfunduar ciklin e tij retrograd, i dashur Bricjap, dhe komunikimet po fillojnë të qartësohen. Sot, një trigon Mars Jupiter ndihmon në motivimin tuaj dhe në thellimin e entuziazmit tuaj. Të qenit aktiv me një partner, edhe në mënyra të vogla, siç është ndarja e kohës duke bërë punë të ndryshme, mund t'i jap marrëdhënies suaj një shtysë të mirë.
Mund të jeni duke u bashkuar me dikë për të vënë në lëvizje një ide tani. Sharmi juaj është i fuqishëm tani, veçanërisht kur përdorni komunikim dhe qasje të drejtpërdrejta dhe respektuese. Me më pak shqetësim se çfarë të thoni kur jeni më të aftë të fitoni besimin e dikujt. Për rezultate më të mira, ndani dashurinë tuaj lirisht dhe përdorni guximin shtesë që keni tani për të bërë një përmirësim të vërtet në jetën dhe marrëdhëniet tuaja. Ujori. Ju jeni të motivuar për të përmirësuar shëndetin dhe mirëqenien tuaj, i dashur ujor, dhe e vlerësoni dhe e shijoni jetën tuaj të përditshme më plotësisht. Aspekti i sotëm Mars-Jupiter ju frymëzon të përmirësoheni, të rriteni dhe të zhvilloheni, veçanërisht me punën, talentet, paratë dhe zakonet tuaja. Ju mendoni se mund të arrini praktikisht çdo gjë që vendosni në mendje, dhe motivimi për të fituar më shumë para ose për të shijuar punën tuaj është në rritje. Mund të shfaqet një mundësi për të vënë në përdorim të plot talentet dhe aftësitë tuaja. Nga ana tjetër, kjo është një kohë për të ndërmarrë hapa drejt lënies pas të një problemi, duke ndihmuar në hapjen e një rruge për fillime të reja. Ju keni një ndjenjë të shkëlqyer të kohës dhe aftësi për të zgjidhur problemet tani. Ndjenja se mund të kapërceni sfidat ose pengesat që normalisht mund të bllokojnë progresin tuaj ju çon përpara. Peshqit. Me Merkurin që nuk është më në retrograd dhe në një trigon Mars-Jupiter sot, të dashur peshq, jeni në formë të shkëlqyer për të mësuar dhe për të kaluar kohën e lirë. Mund të jeni të motivuar për të ndjekur dëshirën e zemrës suaj. Besimi dhe sinqeriteti juaj fitojnë admirues tani dhe ka të ngjarë të merrni reagime pozitive. Mund të jetë një kohë për të shfrytëzuar anën tuaj sipërmarrëse. Për fat të mirë, entuziazmi juaj po rritet. Keni besimin për të bërë që gjërat të ndodhin, veçanërisht kur bëhet fjalë për argëtim, romancë, fëmijë dhe projekte krijuese. Tërheqja juaj personale është e lartë sot dhe fitimi i respektit, admirimit ose mbështetjes vjen më lehtë se zakonisht. Jeni në një pozicion të përmirësuar për të ndërtuar raport dhe besim. Besimi dhe sinqeriteti juaj fitojnë admirues tani dhe ka të ngjarë të merrni reagime pozitive. Kjo është një kohë për të marrë iniciativën në vend që thjesht të prisni që gjërat të ndodhin. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.